për të vazhduar më pas me një formacion që kam përfunduar për 3 vjet për detektiv ekspert. Detektiv ekspert. Çka është? A mundesh me na shpjegoj për Nuk i përcjell burrat. Jo. Ka përcjell. Ata që përfitojnë nga sigurimet, por nuk e bëj më këtë punë për arsye të shëndetit tim, domethënë nuk e kam drejt të punoj për arsye të aksidenti që kam bërë, kështu që fleni çlir, rrini çlir, Saranda nuk ju përcjell. Tash nuk më ndaj çlirë, domethënë. Po rrini çlir. Pas njerëzit prej them duket Saranda. A kanë frikë njerëzit? A di si ka qenë problemi? Pas aksidentit, Shoqëria Kulturore Artistike Teuta më ka ftuar t'ja prezantoj disa programe. Po. Dhe disa njerëz kishin pak tendenca të lakohen në vallëzim sepse Saranda dhe shkova thash, "Ej, vazhdo çlir se kam marrë ta prezantoj programin, jo të shpionoj." Sepse kështu më thonin shpion, domethënë nuk kam marrë ta bëj punën e detektivit sepse fatkeqësisht nuk kam drejt. Domethënë ti ke punuar si detektiv gjatë shkollimit, jo, gjatë shkollimit. Pra aty përfitojnë padrejtësisht me sigurinë apo jo? Po, sigurisht ata po nga sigurime dhe nga çoqet sociale, po. Asistent sociale. Tashmë nuk e bën më këtë punë. Jo, nuk mundem. Nuk mundesh në arsye shëndetësore. Tu je me familjen tënde? Po. Okej, bukur shumë. Kanë fëmijë tu gjithë? Gjithë janë.